Ka momente kur sprova bëhet aq e rëndë sa fillon të pyesësh pse. Mos harro, edhe profetët u sprovuan më shumë se kushdo tjetër, dhe megjithatë, ata buzëqeshën në mes të dhimbjes, sepse e dinin se çdo sprovë është një shenjë dashurie. Allahu e sprovon atë që do, për ta pastruar, për ta afruar, për ta bërë më të ndjeshëm ndaj botës shpirtërore. Mos e merr sprovën si ndëshkim, merre si ftesë për t'u kthyer tek Ai me më shumë dashuri